Shikues të nderuar, Talpo Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Prej vitesh çështja e pronave dhe tokave vijon të mbetet një nga plagët më të mëdha të Shqipërisë. Protestat e fundit për zvërnecjen kanë rikthyer debatin mbi mënyrën se si administrohen pasuritë publike dhe private në vendin tonë, ndërsa shqetësimet e gjashme ngrihen jo vetëm në Zvërnec apo në Vlorë, por edhe në Sarandë, Himar, Gjirokastër dhe në zona të tjera nga veriu deri në jug. Ndërkohë, banorët kërkojnë transparencë, siguri juridike dhe respektim të drejtave të pronësisë në një kohë ku vlera e tokave po rritet vazhdimisht fal zhvillimit turistik. Pyetja që shtrohet sot është nëse zhvillimi po sjell përfitime për komunitetet lokale apo po thellon konfliktet mbi pronat dhe resurset e vendit tonë. Protestat e zhvilluara së fundmi për sa i përket çështjes të Zvërnecit kanë rikthyer në vëmendje një problem që prej vitesh ngre shqetësime në par vendin, çështjen e pronave, tokave dhe pasurive publike që sipas qytetarëve shqiptarë po kalojnë në duart e interesave të fuqishëm ekonomik, ndërsa komunitetet lokale mbeten pa zgjidhje dhe pa përfitime. Fenomeni nuk kufizohet vetëm në qytetin e Vlorës, por edhe në jug të vendit, në zona si Gjirokastra, Saranda, Himara dhe fshatra të ndryshëm turistik. Konfliktet për pronësinë e tokave kanë qenë të vazhdueshme. Dhe familje që prej dekadash pretendojnë pronat e tyre ankohen për procese të zvaritura legalizimi, mungesë transparence dhe vendimarrje që shpesh favorizojnë investime të mëdha turistike për interesa private. Në Sarandë, edhe përgjatë gjithë vijës bregdetare të jugut, vlera e tokës është rritur ndjeshëm vitet e fundit, pikërisht aty ku toka vlen më shumë, ku janë shtuar edhe konflikte për pronësinë. Banorët shpeshherë përballen me burokraci të pafundme për të regjistruar pronat e trashëguara, ndërsa investitorët duke se gjejnë një rrugë më të shpejtë për të siguruar sipërfaqe të mëdha toke. Edhe Gjirokastra nuk kanë vetur jashtë këtij realiteti, ndërsa qyteti përballet me emigrimin, bregtisjen e fshatrave dhe mungesën e investimeve në infrastrukturë. Shumë prona, toka në zona turistike apo pranë akseve kryesore kanë hyrë në procese të debatueshme pronësie. Banorët kanë kërkuar për vitesh transparencë në mbrojtje të drejtave të tyre, duke ngritur shqetësimin se shteti shpesh tregohet më interesuar për projektet e mëdha për të huajtur se sa për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve shqiptar. Ndërsa pa një zgjidhje të drejtë të çështjes së pronave, Shqipëria do të vijojë të prodhojë konflikte sociale dhe pasiguri juridike. Kur qytetarët humbasin besimin se prona e tyre është e mbrojtur, humbet një nga themelet kryesore të shtetit ligjor. Nga Zvërneci në Sarandë, nga Himara në Gjirokastër, pyetja mbetet e njëjtë: apo zhvillohet vendi në interes të qytetarëve, apo po krijohet një model ku pasuritë më të vlefshme përfundojnë në duart e një pakice, ndërsa komunitetet lokale shohin vetëm premtime dhe protesta. Kujt i përkasin pasuritë e Shqipërisë? Nëse zhvillimi ekonomik është i nevojshëm, ai duhet të garantojë transparencë, respekt për ligjin, mbrojtje të mjedisit dhe përfitim për qytetarët. Përndryshe, rreziku është që shqiptarët të vijojnë të humbasin jo vetëm tokat, por edhe besimin se vendi u përket atyre. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Ndërtimi vijon të përballet me presionin e kostove, por këtë herë jo nga materialet. Sipas të dhënave të Instat, indeksi i kushtimit në ndërtim u rrit me 1.1% në 3 muajin e parë të këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë një viti më parë. Rritja më e fortë vjen nga shpenzimet për paga, të cilat u zgjeruan me 4.8%, norma më e lartë mes të gjithë komponentëve të kostos. Ku tregu po përballet prej vitesh me mungesë të fuqisë punëtore, emigracioni, plagja e fuqisë punëtore dhe kërkesa e lartë për projekte të reja kanë detyruar kompani të ofrojnë paga më të larta për të mbajtur apo tërhequr punëtorët e kualifikuar. Por presioni nuk vjen vetëm nga pagat, edhe grupi kostove të tjera u rrit me 2.5%, ndërsa transporti dhe përdorimi i makinerive shënuan gjithashtu rritje. Këta faktorë po kompensojnë uljen e çmimeve të materialeve të ndërtimit, të cilat ranë me 0.9%. Ekspertët e sektorit vlerësojnë se mungesa e punëtorëve po shndrohet në sfidën kryesore të ndërtimit, duke rritur kështu edhe kostot operative dhe duke kufizuar mundësinë që ulja e materialeve të reflektohet në çmime më të ulta kryesisht për apartamentet. Në këtë mënyrë, edhe pse lëndet e para janë më të lira, kosto e ndërtimit mbetet në rritje, ndikuar gjithnjë më shumë nga faktori njerëzor.
Shqipëria ka nevoja të mëdha për investime të reja, sidomos në infrastrukturën e transportit, por vitet e fundit ka një tendencë që shpenzimet operative dhe ato të mirëmbajtjes të jenë më të larta se ato të investimeve në 4 mujorin e parë të vitit. Të dhënat për të fundit zyrtare nga Ministria e Financave mbi ecurinë buxhetore për këtë periudhë 4 mujore të vitit 2026 tregojnë përmbysje jo të zakontë të raporteve mes byzërave kryesorë të shpenzimeve publike, ku shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë arritur në 17.7 miliardë lekë gjatë 4 mujorit të parë të këtij viti. Kjo ecuri thellon tendencën e nisur në vitin 2025, duke dëshmuar se paratë e taksave paguesve shqiptar po shkojnë më shumë për të mbajtur në punë aparatin shtetëror dhe strukturat ekzistuese në vend që të zhvillojnë projekte të reja që gjenerojnë rritje ekonomike afatgjata. Investimet kapitale kanë një monitorim më të qartë për shkak të natyrës së punës. Shpenzimet operative të mirëmbajtjes kanë një shkallë më të lartë abuzimi, kanë thënë ekspert pranë autoritetit rrugor shqiptar. Infrastruktura rrugore e vendit duke përfshirë dhe akset që janë ndërtuar së fundmi janë në gjendje të mjerueshme pavarësisht shumave të lekëve të cilat vendosen në dispozicion. Ura në rrugën e Kombit është mbyllur në një ring krah pasi paraqet rrezik për shkak të ndërtimit defektoz, ndërsa çarja ka patur në segmentin Kukës-Morin. Vitet e fundit me digitalizimin e shërbimeve, kostot e mirëmbajtjes dhe sistemeve softwarike dhe server qeveritar përfshin kontrata të majme të mirëmbajtjes së tyre çka vijnë drejt nga xhepi i shqiptarëve. Vlerat e folkut, rriteve, këngëve dhe vallëve popullore të qarkut Gjirokastrës po transmetohen tek fëmijët dhe tek të rinjt. Edicioni 5 i Festivalit Folklorik Odat e Polifonisë ka mbledhur së bashku rreth 80 interpretues të rinj të folkut nga zonat e Gjirokastrës, Libovës, Teperenës dhe Dropullit. Artistët e rinj popullor kanë prezantuar plot talent vlerat e folkut dhe etnografisë të zonave prej nga vijnë. Përgjatë këtij viti në skenën artistike në Gjirokastrë janë organizuar evente dhe festivale të folkut për promovimin e vlerave të traditës dhe transmetimin e tyre tek të rinjt. Sot është edicioni i 5 i Odave të Polifonisë, një aktivitet i mbështetur nga qarku Gjirokastër dhe me një mbështetje dashamirëse nga drejtoria zyra vendore e arsimit Gjirokastër, nën kujdesin gjithmonë të korifejve të polifonisë, siç janë Gjirokastër Roland Çenko, Koço Vasili, Shkëlqim Guçe, Ariola Diamanti në Libohov dhe Evdoksia nga Dropulli. Gjithashtu edhe Arta Shehaj nga ansambli i Tepelenës është e pranishme dhe vjen në të gjitha këto edicione. E veçanta e këtij edicioni është që ne pasi diskutuam gjatë, vendosëm që çdo radhë, duke qenë se Gjirokastra është një zonë shumë e njohur turistike sot, dhe kjo u pa edhe sot, ne martojmë nga një vajzë. Dhe radhën si sot e kishte që të martonim një vajzë gjirokastrite, me kostumin e famshëm të Gjirokastrës, dhe ajo që ndodhi në qendrën e pazarit ishte jashtëmase shumë e bukur, ku turistë, qytetarë e shijuan një performancë të jashtëzakonshme. Tani kemi aktivitetin që vazhdon me një përgatitje shumë të mirë. Sot me këtë kostum unë kam përfaqësuar nusën gjirokastrite, është kënaqësi dhe privilegj për mua të kem veshur këtë kostum kaq të bukur të qytetit të Gjirokastrës. Ne jemi të krahinës së Lunxherisë, ndihemi shumë të emocionuara dhe shumë të lumtura që do të tregojmë të gjitha traditat e Lunxherisë. Ne do të kërcejmë valle të kënduar dhe do të këndojmë në vend, këngë polifonike. Gjithashtu na ka mësuar mësues Koço Vasili dhe ne duhet ta falenderojmë shumë. Na ka mësuar shumë rreth traditave të tyre dhe po përpiqet shumë të na mësoj.
Një ngjarje tragjike ka tronditur mëngjesin e sotëm zonën e Delvinës dhe komunitetin Lazaratit në Gjirokastër. Ores Mahmuti, 18 vjeç, nga fshati Lazarat, ka ndruar jetë një aksident të rënd rrugor të ndodhur pranë fshatit Fushvërin aksin Kardiq Delvin. Sipas informacioneve, në aksident janë përfshirë 2 automjete. Si pasojë përplasjes së fortë, njëri prej mjeteve ka dalë nga rruga dhe është përmbysur, ndërsa automjeti ku udhëtonte 18 vjeçari ka posuar dëmtime të shumta materiale. Ky i fundit ishte i shoqëruar edhe me të afërm të tij, të cilët janë jashtë rrezikut për jetën. Ndërkaq, në makinën tjetër ka mbetur të plagosur 3 shtetas, të cilët janë transportuar drejt spitalit të Vlorës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Lajmi i ndarjes nga jeta të Ores Mahmuti ka sjellë dhimbje dhe trishtim te familjarët, miqtë dhe të njohurit e tij. Menjëherë pas aksidentit në vend ngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë, ambulancat dhe forcat zjarfikse, të cilët kanë ndërhyrë për të ardhur në ndihmë të lënduarve dhe për të normalizuar situatën. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.